Reforma administrative u lançua si përpjekje e dy partive politike për të rikorrigjuar reformën e 2014, pasi në të vërtetë, ashtu siç u nisë një ançme, ashtu u betis, u propagandua si një arritje e madhe, por nuk prodhoi asnjë rezultat. U propagandua se bashkitë e krijuara janë bashki të mëdha dhe të forta, por në rezultat dolën shumë të dobta me shërbimet publike. Në këtë kontekst, në fakt, një merit që e riktheu në vëmendje i takon opozitës, por shumë mirë dhe pozita që pranoi të ngrej komisioni. Por, si gjithmonë në Shqipëri, gjërat nuk shkojnë ashtu siç duhet. Nga tetori-nëntori i vitit 2025 dhe aktualisht, komisioni nuk ka funksionuar, por nga dhënat që unë kam të mërkurën e kësaj jave, komisioni do mblidhet, do bëj planin e veprimit, do listoj ekspertët, do filloj punën për të prodhuar një dokument për të paraqitur në Parlamentin Shqiptar për reformën e re territoriale administrative, vetëm për sa i përket sistemit territorial, ndërsa për sistemet tjera administrative, financiare dhe zgjedhore marrin pak më shumë kohë. Por amon ngjyrat politike për hir të së vërtetës i morën shumë të forta edhe si rezultat i turpit madh që bëri opozita me zgjedhjet e 30 qershorit 2019 duke bojkotuar. Ajo është një njollë zezë për partinë, kjo nuk ka rëndësi mbase, ajo është një kancer i demokracisë lokale e shkaktuar nga i bojkot. U falen 60 bashki, 60 kryetar, 60 këshilla, ato u bën hermetik me njëri tjetrin, s'kishte alternativa, s'kishte debate, s'kishte kundërshti dhe ajo krijoi një gjë jashtëzakonisht madhe që e mbyti demokracinë lokale. Por unë nuk duhet të justifikoj në fakt influencën e tepërt vertikale. Prandaj them që ishin të varura, mbetën të varura politikisht. Gabimi pafalshëm në 2013, 2014 dhe 2015, pra gjën ato periudhat e lançimit të reformës për herë të parë, Partia Demokratike bëri një gabim të madh që bëri një punë shumë të mirë me tryeza të rrumullakta për reformën, por nuk shkonte në komision. Kjo është serioze fare. Vendi i opozitës është në komisione parlamentare, është në tempull, është në parlament, aty e ka zërin, ai duhet ishte ulur me kolegët e maggiorancës dhe të mbante qëndrimi. Kjo rrugë, kjo mënyrë, ky sistem që ne propozojmë është më i miri. Pastaj çështja votave është i gjë tjetër, e humbi këtë betejë. Pra kritik jam krejtësisht me opozitën asaj kohë, por ama nuk mund të justifikoj edhe lojrat politike të koalicionit të maggiorancës në ato kohë. Jem krejtë sinqertë, këtu krijuan disa bashki për hatër partive që ishin koalicion me Partinë Socialiste. Po pse ndodh kjo? Sepse u lo veni bosh, kur lihet një vend bosh, dikush do ta mbushi, e mbush me të drejtë, e mbush me të padrejtë, e mbush me oksigjen të pastër, me oksigjen të papastër, kjo tjetër gjë, po ngjarja ndodhi dhe kemi këtë konfigurimin me 61 që shumë vite u propagantua për i mirë, por më në fundu pa që s'ishte as pak i mirë dhe vetë qeveria po e rishiko. E marrim vetëm në dy grup kryesor elementesh. Reformat bëhen për ekonomi më të mirë, për shërbime më të mira dhe për përfaqësim më të mirë. Sot kemi një pabarazi territoriale, administrative kudo në Shqipëri. Ti marrim me radhë, kur them pabarazi territoriale, shiko, qarku Gjirokastrës, në atë kohë, 70.000 banor, u kompozu me 7 bashki. Qarku i Tiranës, 1 milion banore, më shumë me 5 bashki. Qarku Shkodrës me 3 bashki, i Kukësit me 3 bashki e kështu me radhë. Pra në Shqipëri kaq e vogël, sigurisht nuk mund të ketë barazim, plotësisht se kjo demografia, po një farë balance mund të ruesh. Pra ma
kjo krijo perceptimin se reformat qeveritare nuk janë reforma shtetërore, reformat që bën maggioranca janë për Partinë Socialiste dhe krijon perceptime sociale dhe diferencime të tilla dhe në komunitet dhe kështu shkon zinxhiri pastaj edhe në jetën e përditshme. Shkojmë tek balancimi i shërbimeve. Në këto 10 vite kjo reformë jo për vetë mënyrën si u strukturua, sepse këtë qeveria Rama e kuptoi që në fillim që kjo reformë do dështonte, por e injektoi me shumë projekte, me shumë para, siç që rasti i rilindjes urbane, që është kapitull tjetër për të analizuar, por e vetmja gjurmë që ngelet nga kjo reforma është rilindja urbane, pra nuk u prodhuan nga vetë mënyra si u ndërtuan bashkitë, por rilindja urbane. Dhe kjo krijoi balancimin midis qyteteve dhe fshatrave para reforma vetë. Jo vetëm që nuk solli qytetet të qëndrueshme, sepse po na boshatisen edhe reformat pse i bëjnë për të mbajtur qytetarët aty ku janë, reformat pse i bëjnë për të krijuar jetë më të mirë në fshat apo në qytet. Ajo që është më e ashpër fare dhe e dukshme është solli, le të themi me plot gojë, dhe kërcënim të jetës në zonat rurale. Një është boshatisje e frikshme e fshatrave, ish komunave, njësive administrative sot, dhe kjo krijon impakte sociale, impakte ekonomike në bujqësi, në largimin e të rive. Pra, edhe shërbimet në të zona urbane dhe rurale, kryesisht në zona disfavorizuara ishin problematike. Nëse marr pastaj sistemin me radhë, shërbimin e ujit nuk e solli të mirë. Nuk solli sasi dhe cilësi ajo që pritesh. Menaxhimi i mbetjeve, këto janë shërbime bazike për njësitë e qeverisjes vendore, vazhdoi problematik, është problematik. Çështjen e transportit lokal. Si mos ketë sot një bashki që të ketë një sistem të saj të transportit lokal. Të gjitha këto Rama kohët e fundit i ka marrë për hir të së vërtetës në përgjegjësinë e institucioneve qendrore. Planifikimin urban e njëjta gjë, edhe shumë përgjegjësi të tjera këto nuk arritën ti kryen. Dhe e fundit për ta mbyllur si grup se ka shumë probleme, është përfaqësimi. Mund të thoni vetëm një gjë, marr rastin e Bashkisë Tiranë. Një bashki që është elita e politikës shqiptare, e sistemit e qeverisjes, e gjithë institucioneve, shoqërisë civile dhe mediave. Si ka mundësi që një këshill me 61 këshilltar, listën e këshilltarë për bërja e këshillit të përfaqësoj vetëm unazën e Tiranës, kaq është fare e thjeshtë. E marr Tiranën se është dhe në vende në 61 bashkitë tjera, por përfaqësimi në demokraci lokale është shumë i rëndësishëm, përfaqësimi në njësitë e qeverisjes vendore është shumë i rëndësishëm, sepse ai është parlamenti i qytetit. Si e kompozohet këtij parlamentin e qytetit vetëm me i grusht njerëzish që në shumicën e rasteve janë njerëzit më të lidhur ngushtë me partitë politike dhe me kryetarin e partisë, ato nuk përfaqësojnë për tek këtij territori asgjë. Pra dhe përfaqësimi dhe shërbimi dhe demokracia lokale dhe kohezioni social nuk i arriti të përmbush reforma aktuale. Shiko, rasti që u thoni është më emblematiku, po kështu ka në gjithë Shqipërinë, në fakt ju vajtet në Tropoj, dhe ky është rasti që do të kalosh për hir të gjeografisë dhe i shtet tjetër për të shkuar në qarkun e Kukësit. Ja pra çfarë do thotë një politik pa vizion. Po pse ti nuk mund ta zgjidhje edhe sistemin administrativ, me që zgjodhe këtë territorialin, e bëre Tropojën një bashki të madhe me bazë rreth, mirë, ashtu e bëre. Pse ti nuk mundesh që edhe disa shërbime të tjera nuk ke pse i përqendron në mënyrë kaq të fortë. Ky është rasti më i fortë për hir të së vërtetës, po ka edhe të tjera. Pse i përqendron ti? Aq shumë vështirë keti që në qarkun në bashkinë Tropoj, që është goxha në fakt, pavarësisht nga popullsia, po territori është shumë i madh, shumë i fragmentarizuar në territor, në fshatra, po ti edhe për t'i dhënë kohezionin social në mbështetjen atyre të qytetarëve që mbi gjitha ti falenderosh që po rrinë, ose po rrinë në tokat e tyre, por ti falenderosh se po të mbajnë në kapitalin natyror dhe rrinë atje.
se mos t'jenë dhe ato do ngelin në shkretirë e tërë, ti jep ju edhe këtë akses atje. Sa po paguan 5 leka, 5 euro për zyrtar apo për kosto administrative në Kukës, çoju atje. Pra, pse shumë mirë sollet i këtë çështje? Pse themi që nuk është kur rregullojmë çështjet e qeverisjes vendore, ne nuk duhet të rregullojmë vetëm sistemin territorial, numrin e bashkive, se mund ta bësh ti 36, 50, 90, bëje sa dush, edhe 61. Ti duhet të rregullosh dhe sistemin administrativ. Ne këtë nuk e kemi të rregulluar, është një katastrofë e paparë. Unë po ju marr vetëm dy shembuj. E para, lëvizja e fundit që bëri Rama për kadastrën e Vlorës, që do ta sjellim Tiranë. Tash kjo është me zero logjik, është me logjik shumë negative, pa efektivitet, pa eficiencë, dhe kjo është goditje për qytetarin, për ekonominë e qytetarit. Ti nuk mund të gënjesh askënd që ne kemi i Albania, sepse jeta sociale ekonomike nuk o server. Që ti depozitohet gjithçka atje dhe i thu qytetarit, po jam o ku e ke, po deshe shkomere. Unë kam votuar për qeveri, për parlamentar, për frymor, nuk kam votuar për hekura, edhe për metale, apo për teknologjitë e reja, edhe pse unë i mbështes, por qeveria ka një dimension tjetër, nuk o digitale. Në këtë aspekt, edhe i gjë tjetër, çfarë ndodh, për shembull, arkiva Lezhës shkon në mirë ditë, ka me qesharakët bësh veprime të tilla, ose drejtoria e arsimit e Dibrës varet nga Durrësi. Më thoni ju mua, çfarë kompozicioni i ka bërë ky çështjeve të administrimit publik. Pra, po rregullove territorin, do çosh dhe disa përgjegjësi në atë territor, në ato institucione. Decentralizimi nuk funksionoi as ai politik, as administrativ, as ai financiar. Pse e them politik? Ne kemi qenë koshient, në fakt nuk kam qenë zë kritik i vazhdueshëm gjatë kësaj periudhe. Po si ngret një kryeministër i një vendi në Evropë, i kryeministri i vendi që na thot nga mesi në darkë që ne jemi shumë afër Evropës, të bëjmë mbledhje me kryetarët e bashkisë çdo muaj, ka aty rekord Guinness këtu në fakt më shumë bëjmë mbledhje me bashkisë sa me qeverinë, dhe të emroj dhe të shkarkoj me urdhër punojës të bashkive. Do të hiqi herë këto, merja 5 të ri, hiq këto të vjetrit, hiq administratorët nën kryetarët. Kjo është një shkelje kushtetute dhe moralit, nuk i kemi pas këto gjëra kur në vitet më përpara, edhe pse mund t'i kishim se nuk e njihnin sistemin demokratik, por në këtë model nuk kanë qenë kur. Pra, ishin kryetarët shumë të varur. Shkojmë tek financat. Shiko, ka pas një progres për financat, kjo është e vërteta. Të ardhurat e bashkive në raport me atë që jep qeveria janë rritur, sërish mbeten për çështjet e buxhetit e transfertët, mbeten të varura nga qeveria, por problemi më i madh këtu janë projektet nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, Komiteti i Rajoneve që ishte dje. Ato janë para 100% kontrolluar nga qeveria, shkojnë sipas afilitetit, dhe këtu bashkitë nuk kanë asnjë lloj fuqie të kontrollojnë apo të jenë aktiv apo të kenë drejt vote në këto komisione. Pra kjo është një varësi e plot pastaj. Çështje tjera, i tham, administrative, edhe brenda bashkisë. Shiko, është tipologji e mënyrë të menduarit e shqiptarëve në pikë Ballkanas, kërkojnë shumë të marrin nga të tjerët, e përqendrojnë tek vetja edhe nuk lëshojnë. Pra nuk delegojnë. Çfarë ndodhi këto 10 vite? Bashkitë marrin një set funksione shumë të mëdha me ligjin 139/2015. Ligji dukesh i mirë, jep shumë përgjegjësi e funksione, edhe pse nuk u shoqëruar me faturën financiare, por nga ana tjetër, bashkitë kur i morën u gëzuan shumë se kemi shumë para, shumë pushtet. Çfarë ndodhi kjo? Ato nuk ndanë pushtet të sinqert me Këshillin Bashkiak, nuk ndanë pushtet shërbimesh me njësitë administrative. Për gjitha këto arsye, pasojat i vuan vetëm qytetarit dhe mungesën e shërbimit,
por kjo është jo anë shumë e rëndësishme, por ana tjetër më e rëndësishme është që në agent të paprigatitur për të qenë institucione të forta, edhe si vend kandidat për të bërë nesër antar. Në agent të paprigatitura me këto kolonat e arkitekturës së këtij shtetit shqiptar, dhe çka tregon në faktin se sido që ti bëjmë reformat, ne bëjmë reforma sjellim ndryshime, por nuk formsojmë arkitekturën e këtij shteti. Duhet të themi gjë të sinqertë, ato janë parti politike dhe kanë interesa elektorale, qoftë maggioranza, opozita dhe parti tjera, dhe në demokracinë nuk e fshehim te, por ama duhet ta bazojnë të mbi parime, jo mbi shtetin, duhet ta bazojnë mbi rregulla, jo mbi qytetarin, duhet ta bazojnë në forcimin e sistemit, pra të fitojnë vlera duke forcuar sistemin, pushtetin vendor, duke ndihmuar qytetarët, jo vetëm në funksion të qasjes elektorale. Por gjë është e vërtetë që dinamika e hartave apo e ndryshimeve lokale është një përçues shumë i fuqishëm i dinamikës elektorale qendrore. Ne nuk e fshehim më këtë. Ti jem krejt i sinqert për këtë situatë. Tashmë ti marrim gjërat me radhë. Të gjithë thonë që dhe Rama e bën për arsye elektorale. Po tash ai ka bashkitë pothuajse të gjitha, i pa 2019, i ka dhe tashti. Edhe po të bëj 30-40, le të themi mund t'i fitoj. Shkojnë tek opozita dhe thonë po ajo e bën për interesa elektorale. Po opozita edhe mund t'i humbi sërish edhe po të bëjë 90. Pra në këtë aspekt unë mbase e shikoj ftohtë dhe në distancë politikën, por vlerësoj faktin që pas kritikave që kanë bërë opozitës për lojrat futen, dal, shumë e patolerueshme. Dhe këtu e kam edhe si qytetar, kur shikoj ligjvënësin tim që unë e kam votuar, e kam çuar aty në parlament, nuk mund të shikoj debate të tilla që janë as pak të shëndetshme, as pak higjienike për një vend 35 vite demokracie dhe të bëhen një tempull të tillë, që e dia më thesë kur je ulur, kur ke vendosur të bësh politik, kur e di që numrat i ka maggioranca dhe ti s'ke pushtet numrash, atëherë ti do të kesh një mendim të qartë strategjik, që do futem apo s'do futem, po e kërkoj, po me këtë do negocioj, çfarë do të bëj. Unë mendoj që opozita mund e ka të humbur debatin politik, por opozita duhet fitoj debatin publik. Çfarë duhet të them me këtë? Opozita duhet të jetë dinjitoze në ato që duhet propozoj. Nuk mundet të jetë propozuese për hir të interesave të grupeve caktore, dhe unë duhet tash të rikthej edhe 100 komuna tjera. Kjo nuk shkon. Duhet të jetë racionale, pra duhet bëj dhe ajo në vetvete një analizë të qartë. Potencialin e ka opozita, nuk o part-time o full-time në punë. Duhet bëj analizë të qartë që nga grupet tona, nga burimet tona, nga raportet të ndryshme ndërkombëtare dhe vend, çfarë nuk shkojnë në këtë reformë dhe cili është vizioni i partisë për pushtetin vendor. Po këtu luli është keqardhje e madhe. Unë gjatë fushatave të përgjithshme në studio kam thënë gjithmonë kur më pyetnin nuk gjem programin e partive politike për pushtetin vendor. Tash ti më thuaj ti mua si futet një parti politike, por nuk e ka asnjëra, edhe maggioranca nuk e kishte, dhe për maggiorancën akoma më keq, maggioranca në fakt dhe këtu duhet ta themte, që u fut në zgjedhjet e 2025-s pa program, pa ju thonë qytetarëve që do ta ribëjmë reformën territoriale. E ka bërë dhe në 2013, nuk premtoi, nuk propozoi reformë, por e bën gjithmonë para zgjedhjeve vendore. Shumë dinake është. Gjithsesi, për mendimin tim, ato sot kanë qasje të ndryshme. Në perceptimin aq sa kanë artikuluar, Partia Socialiste kërkoi një numër më të reduktuar bashkisë. Partia Demokratike kërkoi një numër më të madh se ç'kemi sot. Unë vetë, si ekspert, shkoj në të dy qasjet,
përkas gjetjes së modelit më tepër se sa numrit. Dhe në këtë aspekt shikoj debatet ndryshme, në fakt jam i keq ardhur që ushqen sidomos në tempull në parlament, na ka vu kusht Evropa. Është një gënjeshtër, Evropa nuk ve kusht për mënyrën se si e konfiguron territori. E ka direktiva 22/27/33. Në asnjë nga direktivat, në asnjë nga kapitujt e Bashkimit Evropian nuk përmendet çështje të tilla, përveç te kapitulli 22 që ka të bëjë me kohezionin rajonal dhe social, por nuk lidhet me ndarjen territoriale. Megjithatë, partitë politike kanë për detyrë edhe të bashkëpunojnë, edhe të negociojnë, mos mendojnë për një mandat apo për një palë zgjedhje të ardhshme. Unë nuk shkoj tek numri, unë shkoj tek modeli. Pse kam debatuar dhe me ministrat e pushtetit vendor kur përmendim numra. I kam thonë, duhet me gjetë model, cili modeli shkon kulturës, historisë, traditës, kulturës administrative, mënyrës si jemi qeverisë në Shqipëri. Dhe në këtë rast unë vetë kam dorëzuar një studim në parlament para 2 vitesh. Dhe them që një nga opsionet, edhe gjërat ta them dhe këtu për juve, mundet të jetë rikthimi i hartës territoriale administrative i rrethave. Pra të ndërtojmë bashkim mbi bazën e kësaj harte dhe ky numër del 36. Kjo është një hartë neutrale, nuk e ka bë as PD-ja, nuk e ka bë as PS-ja. Është bërë shumë e shumë vite më përpara, që në kohë të parë se të ndryshojmë regjimin. Edhe në atë kohë ndarjet e tilla territoriale bëheshin pa qëllime politike si një parti kishte, por bëheshin me atë konceptin për t'i grupuar, qoftë për arsye statistikore edhe për pushtet, edhe akomodojnë, si më thonë, shumë interesa histori të përbashkëta brenda këtij lëmi territorial. Është një mundësi, kjo e rrut së tepërmi, por është një model që kemi të gatshëm, ka histori, mbart histori dhe diçka që mbart histori është më e orientuar dhe për komunitetin. Për shembull, nuk thot si qytetar që jam nga qyteti Hasit, po jam nga rrethi Hasit, jam nga rrethi Kuksit. Kjo mbartje, kjo trashëgimi mund të jetë i rrethan lehtësues. Por ky model ka edhe avantazhet, ka edhe disavantazhet. Mund të krijojë një përmbledhje të territorit dhe është më një barazit territoriale më e drejtë në fakt midis rajoneve të ndryshme, 12 qarqeve të Shqipërisë është më e drejtë për hir të së vërtetës, i krijon akoma shumë të mëdha, por këtu duhet të mendojmë pastaj se çfarë do bëjmë me njësitë administrative, këtë ka problem, dhe a vlen më niveli 2 i qeverisjes vendore këto këshillat e qarqeve që edhe sot nuk kanë asnjë funksion, por mendoj që kur bën bashki të mëdha dhe ky është edhe një trend në Evropë, në fakt, roli i qeverisjes vendore, këshillat që ka rënë për arsye se forcu niveli parë i qeverisjes vendore. Unë vetë jam pro këtij modeli, por po mendoj në studimin që të bëj tash do jemi përfshirë se si do zgjidh çështjet e ish-komunave. Shkoj tek varianti tjetër. Unë vetë që nga 2014 kur punoja me suedezët, me shoqatën e komunave, por edhe para në 2022 kam bërë një propozim që të mbajmë këto, dje thoja të mbajmë 65 bashki që i qëndroj prapë, të mbajmë këto njësi administrative se mbartin historinë, kulturën, urbanizimin, me të mira dhe të këqijat, dhe për te këtyre të bënim bashkimin e 2, 3, 4 apo 5 ish komunave për njësi administrative, kryesisht në disa bashki që janë zgjeruar së tepërmi dhe të krijojmë disa nyje ekonomike, sociale, politike, pra disa bashki apo komuna rurale. Në total mund dalin këtë 80-90. Nëse bëjmë këtë variantin e dytë, atëherë ne kemi 80, por nuk di numrin fiks të njësive të qeverisjes vendore dhe kjo ka një avantazh tjetër që nëse i grupojmë kështu nuk ka nevojë më të mbajmë këtë numër jashtëzakonisht të madh njësish administrative që kanë zëvendësuar komuna për cilën i konsumojnë qytetarëve shqiptar më shumë se që konsumonin komunave, se që konsumonin komunat dhe kryetarët, por nuk japin asnjë shërbim dhe janë të embruar, nuk janë të zgjedhur. Pra,
kompozimi im I dytë shkon për 80, le të them 85 diku këtu, bashki urbane dhe rurale, me 80 këshilla, 80 kryetarë dhe bie ndjeshëm numri njësive që vetëm ju konsumojnë qytetarëve. Kjo ka avantazhin se redukton numrin e njësive vendore, por ka këtë disavantazhin tjetër që kur kemi kaq shumë sërish pra një numër më të madh, rreth 20 njësi qeverisjes vendore më shumë, atëherë me drejt pyesim po çfarë do bëjmë me nivelin e dytë me qarqet. Në këtë rast unë mendoj që 12 nuk na duhen dhe kam I qëndroj tezës time dje dhe sot që Shqipëria ka dy opsione, o ta bëjmë nga 12 në 6 qarqe me bashkangjitje, ose bëjmë 3 rajone shumë të mëdha që mund të jenë rajonet që ne kemi quajtur historikisht rajoni Veriut I Shqipërisë Mesme dhe Jugut, por unë ju kam vendosur dhe kam propozuar një emrin e detit, për shembull rajoni që kufizohet me Adriatikun, me detin, rajoni Adriatiko-Jonian që është disionit që I bi Durrësi Shqipëria Mesme dhe rajoni Jonian që është pjesa jugore. Pra kam propozuar një emër që janë më tepër internacional si terma. Pra këto janë dy modelet që unë kam propozuar. A ka modele më të mira që kërkon kushtetuta dhe karta evropiane vetë qeverisjes vendore në nenin 5 saj ka. Kush është? Referendumi. Apo ta bëjmë me vullnetarizëm. A ka shanse që të ndodhi? Shumë e vështirë. Fakti që 35 vjet nuk kemi kuadrin rregullator për të bërë referendume tregon se jemi vend qesharak. Kaq është për mendimin tim, ky është vullneti politik. Kjo tashti dikush kur diskutoja më thonë po nëse hapim të çështjen e referendumeve, këto jo 308 komuna që duan qytetarët shqiptar, po duan 3080, sepse secili përpiqet të ketë atë pushtetin afër vetes vet, kërkon një farë status quo. Po kjo nuk është argument, pra ky është perceptim edhe qëndron, unë e besoj, por për një politik bërës, për një ligjvënës, për një parti politike, mendoj që prishmëria duhet të jetë më evropiane, po më unë jap akses drejtave të njeriut, rezultati është I gjë tjetër pastaj. Por e fundi për ta mbyllur këtë kapitull, edhe në vende tjera janë bërë reforma të tilla, po marrin shumë kohë për të studiuar, jo për të bërë aritmetik buxheti njërës dhe buxheti tjetrës, por për të përgatitur opinioni qytetar, mënyra të menduarit, të vepruarit të njërit komunitet që do bashkohet me komunitetin tjetër. Ai do të akomodojë interese, për atë unë jam nga Kamza, nesër do bashkohem me Tiranën, edhe unë filloj të mendoj që kush do të jetë aksesi im, kush do jetë infrastruktura ime ekonomike, sociale, politike, si do orientohem unë në vendimarrjen. Pra këto gjëra bota I bën me kohë dhe I orienton. Ne tashti kemi bërë dhe herën e parë shumë shkurt, tashti e kemi për 4 muaj në fakt.